Po, e keni thënë që e kam përjetuar keq. Të pjesë, shkruaja letra natën, sikur ato u dërgonin prindrit, gjithë natën u shkruaja letra. Pra ju e përjetoni pjesën që se ato donin një letër nga familja e braktisur. Dhe me që janë këto të dyja, unë do ngrej një problem dhe inshallah dëgjojnë dhe dikush tjetër, dua që të ketë një ligj për ato gra, se ato futen me firmën e familjes dhe nuk dalin më. Dhe ne familje nuk e zgjedhim dot, e duam ashtu si është, po për të përfituar pasuri disa njerëz, motra për shembull, nëse unë do jem pa martuar, vllai im s'ka interes më mbaj në shtëpi, apo nusi e vllajt edhe më lën atje për një firmë. Ajo është kuruar, është shëruar, duhet të dalit, të shkoj pranë familjes. Ka fjalën për spitalin e Burgut, po ne na ngrem si problem. Edhe unë kam përdorur taktikën time, kam shkruar një poezi dhe e kam nxjerr një nëna Burgu. S'dua të më nxjerr vdekja na Burgu është ajo poezia. Fëmijët sa e lexuan, më morën telefon, më thanë mua ti na ke goditur ne. I thash ajo është dhe nëna ime, se unë 8 mars ja bëja unë dhuratat asaj nëne. Fal shefit policisë dhe edhe drejtorit të spitalit na lejonte që për festa të fusnim diçka nga vetja dhe ne e bënim me dhuratat vogla sa kishim mundësi, megjithëse unë atë spitale kam amanet, çoj nga një ambulancë me rroba çoj. Po, e di. Por ke bërë shumë për sistemin penitenciar. Se këtë kemi gjetur për shembull. Unë herë e parë që kam punuar te Burgu Grave me drejtoresh atëre vajtasi tabu më dukej se unë kam qenë unë drejtoresha e merit fillimisht të Eda dhe erdhi një punojse policie me buzë të kuqe. Transferimin e marrim si tabu. Që mua më goditi, thash, ua, ku do ishte Meri? Meri, ku do e vendos? Ku do e vendos këtë punojse që është kaq e bukur në një pozicion dhe në fakt e vendoset te kamrat. Ka përdorur si psikologe, edhe si psikologe, por kishte kështu ka përdorur. Sepse ka psikolog, por ishte një njerëz shumë i dashur për të bashkëpunuar dhe për t'i bërë ato ta pranonin dënimin dhe të rehabilitoheshin, jo të kalonin në drama dhe në lot të vazhdueshëm. Sa që duhet parë kështu që brenda burgjeve të ketë njerëz që të inspirojnë dhe të frymëzojnë. Me kolegen time tani, sa amnistik e kaluar e dashur. Edhe ti ke qenë drejtoreshe burimeve njerëzore, se ne duhet ta cekim edhe këtë që ti ke punuar në DPB shumë vite dhe ke dhënë kontribut në fakt në burimet njerëzore. Të falenderoj, ka qenë një periudhë 3 vjeçare në fakt u kam mbuluar pjesën e burimeve njerëzore, një staf shumë i madh, sepse bëhet fjalë për 4555 njerëz të cilët punojnë aty të ndarë në pjesën e stafit policor dhe administrativ. Sigurisht pjesa policore është goxha më e lartë në raport me pjesën civile, po bëhet fjalë për natyra të ndryshme profesionesh, sepse një institucion ekzekutimi të vendimeve penale mban që nga drejtuesi, stafi logjistik, financier, doktor, dhe ata luajnë për zgjedhur gjithmonë. Pa diskutim. Do të ndalesha pak te pjesa e lirimit. Në fakt, lirimi nuk është thjesht një akt administrativ nga pikpamja profesionale, sepse burgu paradoksalisht krijon strukturë. Dhe unë mendoj që është një lloj tranzicioni i brendshëm që vetë të dënuarit apo në rastin ton të dënuarat kalojnë nga kontrolli institucional te vetëdijësimi, tek pjesa sepse ne jemi koshient tashmë që shoqëria i ka mbyllur dyert për këto gra, për adoleshentët, për gratë dënuara. Do të thoni kur ato dalin jashtë këtyre mureve. Po, në vazhdën e kësaj që thot Jetmira, unë kohën që kam drejtuar, Jetmira dhe Jetmira ka bërë shumë shpesh, telefonoja miq, biznesmen dhe i thoja do ma gjë personale, po, do ma punësosh sepse do dal nesër ose me amnisti ose do lirohet me vendim gjykate dhe fjala e parë që më thoshin, jo drejtoresha, nuk mundem, ajo është një dënuar dhe unë nuk mund ta punësoj. Pra, nuk e kanë të lehtë për të rehabilituar pas daljes dhe shpeshherë ato, Jetmira di më mirë që përjetonin një dramë në ditën e lirimit. Një heshtje, në vend të kishte zhurmë, alegri, gëzim. Ishte një ndalesë ekzistenciale për to sepse mendonin kush jam unë tani? Çfarë do ndodh me mua tani? Çfarë më pret? Ne jemi të ndërgjegjshëm që familjarët e tyre janë shpesh edhe pengesa për ta. Janë ata që nuk i mbështesin. Mendon se kjo lloj pune të privon nga jeta private apo varet se si e organizon ditën? Pra të merr kjo puna nga jeta tënde personale? Mendoj që gratë e mençura, gratë e forta din ta shkrinë së miri të dyja, edhe jetën private edhe jetën profesionale, ti duhet të menaxhosh mirë kohën për veten, kohën për familjen dhe kohën për miqt. Dhe këtë mund ta bësh më së miri me një ecje në natyrë, me pak lexim, me pak yoga, pak meditim, apo talentet apo hobet që ka gjithsesi nga ne. Muzika që juve preferoni? Muzika që preferoj shpesh është piano, simfonike, jazzi,
i vjetër klasik, më pëlqen edhe muzika franceze shumë sepse nuk dua një muzikë që vërtet, dua një muzikë të qetë. Në fakt të nevojitë reflekton. Në pa kaluar tek pjesa e intervistës personale që e kemi për të dyja një herësh, dua të di ai takimi mes nënave dhe fëmijëve gjatë festës së 8 marsit me 1 qershor që ne kemi pas kthyer në mod në fakt, ose në trend që gjithkohës kërkonim nga drejtori i përgjithshëm për të bërë një takim shtesë, sepse aty janë vetëm 4 takime. Dhe ai ishte momenti më prekës, si ke menaxhuar këtë situatë. Unë nga natyra jam goxha e ndjeshme. Edhe për herë të parë kam patur dhe probleme shëndetësore me syt. Domethënë doktori vet i syve që unë s'kam pasur probleme në syt më tha çfarë stresi të madh ke kaluar. Ishin ditët e para të drejtimit në atë institucion. Për fat isha okay, pastaj ishte thjesht një akumulim uji në sy, që ishte edhe hera e parë që dëgjoja këtë lloj problemi shëndetësor. E kam përjetuar goxha sepse detyrimi im administrativ ishte të takoja gratë një herë në javë. Por unë e bëja për ditë. Shkoja për ditë sepse doja t'i dëgjoja, doja të ndiheshin pak më mirë, sepse unë aq kisha në dorë edhe dhe që ti jemi korrekt me ligjin, detyra ligji ta lejon. Po patjetër, por detyra administrative është vetëm një herë në javë drejtori, por ti e bëje për ditë. E bëja për ditë sepse doja të isha pranë tyre. Se kjo se bënte kjo. Edhe pa diskutim që na veshë, ndaloni këtu në. Nuk e vënë diskutim që gjëja ka bërë. Ishte ora më e tmerrshme kur do hynte drejtoresha në ato, se ato merrnin vesh që do hynte dhe ulërinin, bërtisnin sa kishin në kohë. Më prisnin me gëzim të madh me duar turkiqe. Gëzonin sepse çdo festë që bënim, edhe vitin e ri e kam kaluar me to. Edhe çdo mundësi që unë për shembull në kohën që drejtoja mora një instruktore të jogës, një instruktore të meditimit trashë dentale. Këtë ka futur sirisi, se unë nuk e kam pas futur këtë risi. Interesant. Disa gjëra Joy, disa gjëra unë, disa gjëra drejtueset aktuale apo të mëparshme, të gjitha së bashku gëzojnë për sukseset e njëra tjetrës. Ka pasur fat burgu grave me drejtoreshat, me thënë drejtën. Vërtet. Edhe në oficerët e shërbimit. Për 1 minutë përgjigje, po nuk do të jesh shumë diplomatike, por do të jesh drejt për drejt dhe prerë, meqense edhe nuk e ke konflikt interesi tani. Kush ka qenë drejtori më i mirë i përgjithshëm ndër vite për sistemin penitenciar? Profesionalisht unë nuk mund të ndaj asnjërin njërin nga tjetri sepse nuk kam kompetencë profesionale për ta bërë këtë, por unë do të veçoja të gjithë drejtuesit. Mirënjohje pafund për zotin Arben Çuko. Kemi pasur cilin e pashë edhe që e kishit të ftuar. Mirënjohje pafund sa të kem frym dhe për gjithë drejtuesit e tjerë sepse të gjithë më kanë mbështetur. Të dyja si duket zoti Ismaili maksimal pas kemi pasur për Arben Çukon. Po, pastaj ka ardhur zoti Çipa, zoti Ismaili, shumë respekt për të sepse më kanë ndihmuar profesionalisht në pjesën e burimeve njerëzore, jashtëzakonisht profesionist. Pastaj zoti Abria, unë të tjerët nuk i kam arritur dot. Mendon se ka ardhur koha për drejtoresh përgjithshme një grua e dashur kolege? Ideale do ishte dhe mund ta kem përballë.